Ju përshëndes mas pari aty në studio, Faleminderit. të gjithëve aty. Edhe tashti për temën, për bezotit, unë e tham, opozita du të mi pas fajt se Kurti dha boll, në shoj pes, gjithë shka, dha ministri, dha kreti, dha për Abigjikin, nuk deshti ky. Tash unë me shku vendin zgjedhje të reja, që është e damshme për vendin, për Kosovën tonë, shpenzime në Tanaon, pa nevoj, këto janë shpenzime pa nevoj, edhe nuk sjellin rezultat. Kështu që unë e tham, masi është qeveria legjitim, që mas shkoj vendin zgjedhje të reja, nuk është nevoja zonjë, për Zotën gjënoj Zotit me bë kështu ta. Duhet më ranë dakord të partitë politike. Mu dakordu. Se presidenti nuk është i askujt, presidenti është i vendit tonë, është i të gjithëve. Nuk është i një partije, po është i gjithëve. Kështu që opozitës ja lën plot si shfajnë. Edhe unë e ndërshkoj për opozitën si qytetari i Kosovës. Nuk po të fare se kë e do më shumë, Albinin Bedrin apo Lumirin. Jo, nuk ka këtu në pyetje kjo. Po mirë, kjo është një pyetje ime tjetër ekstra. Tash, nëse do më përgjigj mirë, po s'po të pyes fare apo do më përgjigj? Po inshallah unë kam u përgjigj zonjë, vetëm banon pyetje unë shka. Po, kë e doni më shumë? Lumira Abigjiku. Ka doni më shumë. Po. Unë për veti tash mos e është qeveria legjitim. Po. E vendit Kosovës, duhet më kanë që kjo qeveri që është me met. Që ato ministri që ja dha atina Abigjikit o këndosh mi pranuaj, e me marrë me bë presidentin bashk, edhe u kry kjo punë. Kjo e në 2 orë punë. Se me zgjo.